Ju falenderit nga zemra për këtë tubim madhështor që e keni organizuar sot viti dhe është naci e madhe të jemi sot mes jush këtë anë krenare të Kosovës, këtë trev që gjithmonë ka ditur të mbajë fort lidhjen me tokën, me familjen, me punën, me vetat dhejën dhe jam veçanërisht i lumtur që jam sot këtu mes jush në vitin tonë, në atë që mund të themi në atë që mund të themi pa asnjë dyshim tashmë vitia bastion i lidhjes demokratike të Kosovës. Sepse, që sa bukur e po në flamurin i lidhjes demokratike. Hajde këto, me që flamur. Ne fëmijët nuk ishti me recitu poezi që e fëndojnë tjertë, ne fëmijët e kemi krenari të Kosovës, të ardhmës tonë, baje flamurin lartë. Në viti të fitosh një herë mund tjetë rasti, të fitosh 2 herë është konfirmim, por të fitosh 1 herë, e 2 herë, e 3 herë, e 4 herë. Atëri e kampioni vërtet, sa Kolariti është kampioni jonë. Dhe me Sokolin, me punën e tij të mbarë, ja ku kemi modelin se si duhet zhvillohet e punohet për Republikën tonë. Dhe ne e dim që ana juaj, vitia, dhe ne e dim shumë mirë se kjo anë meriton më shumë investime në infrastrukturë që s'u ka ardhur asnjëherë, më shumë kujdes mbujtësi, më shumë mbështetje për fermerët, për prodhuesit vendor. Ju meritoni më shumë zhvillim ekonomik, më shumë rrugë, më shumë vende të punës për të rinjtë e treja që duan të ndërtojnë jetën këtu. Ju meritoni më shumë mundësi për secilën familje që ndjej zhvillimin e jetës vet. Sepse vitia nuk duhet vetëm njihet për traditët. Kanë ra ata, e armja është e bukur, shtatë qershori. Vitia duhet jetë shembull i zhvillimit dhe i perspektivës për gjithë Republikën e Kosovës. Dhe kjo arme për cilën po flasim gjithë, nuk vjen me fjalë, nuk vjen me propagandë, nuk vjen me keshpërdorim, nuk vjen me ndarje përçarje, vjen me plan konkret. Dhe më lejoni t'ju them këtu para jush se Lidhja Demokratike e Kosovës e ka planin më të mirë, politik, ekonomik, zhvillimor që ka pasur ndonjëherë ndonjë parti politike. Dhe përveç se ka planin më të mirë, ka diçka që se ka askush, ekipin e jashtëzakonshëm të 110 kandidatëve tanë që ju ftoj të duan të rokisni për një mbështetje shkëlqyeshme. Dhe me këta kandidat kemi 5 shtylla që duat të bëjmë publike sot këtu, e të shtyjmë si program e zotim ynë i qeveritar. E para, ka të bëjmë me rritjen e vazhdueshme të çmimeve dhe kostën e jetesës. Le ta themi si zotim këtu, rritja e çmimeve është bërë e papërballueshme, kosta e jetesës është bërë e rëndë, familjet po heqin secilin muaj nga fillimi deri në fund për përballuar jetën e tyre dhe kostën e lartë jetesës, prandaj nuk mund të vëzhgojmë, duhet veprojmë njëherë. Po, do t'i ulim çmimet duke hequr TVSH-n për bukë, për qumsht, për vaj, për miell, për vezë dhe po nuk guxon energjia elektrike të rritet as edhe 1 cent vetëm për 4 vitet e ardhshme. Dhe shtylla e dytë, ka të bëjmë Shtylla e dytë, ka të bëjmë me rritjen e të ardhurave. Po, do të rrisin pagat, do të vijmë me koeficientin 150 për 80.000 shërbësit publik dhe po në viti në vendin e arsimit, traditës, e dijes, po Sokol, paga e mësuesit në qeverisën tonë do të bëhet plot 1.000 euro në muaj për herë të parë në historinë e Kosovës.
dhe paga polisit, ushtarit, zjarfiksit e infermierit bazë do t'jetë 900 euro, e mbi gjitha pensionet për pensionistët tonë do të dyfishohen, nuk ka më pension në 300 euro në qeverinë e Republikës Kosovës. Shtylla jonë e tretë janë investimet kapitale, jo investime kapitale në Facebook, investime kapitale në teren, nga kryeministri dhe secili ministër ditë e natë në teren që këtë autostradë të Anamoravës ta përfundojnë për 1 vjet e gjysmë, se asnjë ditë më shumë se kaq. Do të kujdesemi dhe për shëndetësi arsim, për spitalin e ri të Kosovës me gjysmë miliard euro investim dhe për mësimin tërditor që fëmijët tonë të jenë të edukuar si çdo fëmijë evropian. Megjithatë, për rinin e Kosovës do t'i trajnojmë 40.000 rinë për 4 vite, duke siguruar punësimin e 40.000 rinëve për këto 4 vite. Dhe po, secili i ri, secili a re që përfundon fakultetin do ta ketë punësimin e garantuar me pak 500 euro në muaj për 6 muajt e parë. Dhe mbi gjitha, dhe para së gjithashtë, më lejoni të zotojmë këtu se po do t'ja kthejmë Kosovës drejtimin e saj natyror, perëndimin, partneritetin e palëkundur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosovën duhet dhe do ta bëjmë vend të NATO-s dhe për këtë gjë kemi një kandidatë të shkëlqyeshme për presidente. Presidentën e 6 dhe pa asnjë dyshim të 7 të Republikës Kosovës me dorë drogiti dhe juaj të maja le ta ftojmë Vjosa Osmani Sabriu vjen këtu.